Po ju lexoj një mesazh, por 90% e mesazheve pak a shumë këtë kontekst kanë, këtë përmbajtje dhe këtë kundërshti. Premtim bosh është, neve që jetojmë jashtë Shqipërisë, nuk na hyn në punë pasaporta europiane, ne do integrohemi këtu ku jemi, thot. Edhe do marrim pasaportat e këtij vendi ku po jetojmë. Po pra, jam dakord me ty edhe me gjithë ata që e mendojnë kështu, por në këtë rast Adheu ju thret për të votuar dhe do jepni dhe ju mendimin tuaj, pavarësisht se jetoni diku tjetër, pra nuk jetoni në Shqipëri. Jetoni në një vend tjetër dhe vetëm për faktin që Shqipëria ju thret në apel për të votuar, për të dhënë mendimin tuaj, ju duhet ta jepni këtë mendim dhe duhet ta jepni seriozisht. Për shkak sepse ju jeni njësoj si ne që jetojmë këtu. Pra keni të drejtën e fjalës, të drejtën e votës, njësoj si ne që jemi këtu. Dhe nëse nuk të intereson kjo gjë, sigurisht mund ta japësh votën tënde ku dush ti, por që e drejta është që ti të mendosh vetëm për veten tënde, por po për neve këtu kush mendon? Megjithatë, t'jap të drejtë deri diku se thoshte Ismail Kadareja që vendi jot është ai vendi ku ti punon, edhe fiton, edhe rrit familjen. Ai është vendi jot. Dhe normalisht prej vitesh, ju që jetoni prej vitesh jashtë territorit të Shqipërisë, nuk keni asnjë lloj detyrimi, asnjë lloj barre, asnjë lloj s'ka pse t'ju vrasin ndërgjegja nëse mendoni për veten tuaj edhe për familjen tuaj dhe bravo ju qoftë, nuk ka asnjë problem. Kështu që ju përshëndes ty, përshëndes gjithë ata që nuk jetojnë në Shqipëri, por që kanë të njëjtin mendim me ty.